Të nderuar teleshikues, në emisionin e sotëm do të flasim për kontributin që ka dhënë në jetën e ushtrisë shqiptare në dy epoka, zoti Sulejman Abazi. Gjithashtu, gjatë të 2 dekadave të fundit, zoti Sulejman Abazi kontribon fuqishëm me studimet e tij në sektor të tillë si psikologjia, çështja kombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Le të ndjekim për më shumë intervistën ekskluzive që ai dha për ne. Zoti Sulejman Abazi, faleminderit të sinqerisht që pranuat ftesën time që të tregoni një pjesë të rëndësishme të jetës tuaj, e cila lidhet me ushtrinë shqiptare, por vitet e fundit edhe si studiues i psikologjisë, çështjeve kombëtare dhe i gjeopolitikës botërore. Faleminderit ju për ftesën, edhe njëkohësisht gjej rastin që t'i përshëndes gjithë teleshikuesit tuaj. Është pak sa e vështirë të flasësh për veten, por gjithsesi unë do ta plotësoj rast pas rasti kërkesën tuaj, duke filluar nga, si thua, piknisja e jetës time. Unë kam lindur në qytetin e Vlorës dhe jam rritur Buzdetit deri në moshën 15 vjeçare. Mbarova arsimin 8 vjeçar dhe 1 vit të shkollës gjimnazit Ali Demi dhe mandej u zhvendosa për të vazhduar studimet në shkollën ushtarake Skënderbej, të cilën e përfundova në vitin 1972. Dhe mbas shkollës Skënderbej, sigurisht kalova në Akademinë e Mbrojtjes, e cila për herë të parë kalonte në nivelin e arsimit lartë ushtarak. Pra, diplomimi ynë është bërë sipas strukturës së Universitetit Shtetëror të Tiranës. Po, dhe çfarë viti erdhi diplomimi juaj? Diplomimin e kam bërë në vitin 1976. 76. Mbasi kreva 3 vjet studimet dhe 1 vit stazh. Dhe në mbrojtjen e diplomës kuptohet që isha i nivelit shkëlqyshëm. Dhe ku u profilizuat, zoti Sulejman? Ku ishit? Gjithmonë në fakultetin Gjitharmash. 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 Dhe rasti për tu sjell në vëmendje është sepse diplomën e oficerit ma ka dorëzuar vetë ish kryeministri dhe ministri mbrojtjes i asaj kohe Mehmet Shell. Ka qenë një diçka e veçantë, sepse për rreth 20 minuta kryeministri më futi në situatë, do të thënë luftarake, duke më kërkuar që të merrja vendim, dhe përfundimisht u ndodha përballë një sfide, sepse ai kishte në kokë një koncept të luftës në drejtim të Bregdetit. Dhe sa i thash fjalën e parë, me njëherë u mrekullua, më dha dorën, më uroj suksese. Pra, arsimimi në si thuash, në fakultetin Gjitharmash më dha drejtën që t'isha drejtues, do të thënë në nivelit dhe profilit drejtues, jo siç ishin llojet e tjera të anëve dhe shërbimeve. Kam filluar një karrierë në qytetin e Fierit dhe kam shërbuar. Pra, emërimi i parë ju ra në Fier. Në brigatën e Semanit. Ishte një brigatë e rëndësishme në drejtimin operativo-strategjik dhe për rreth 11 vjet e gjysmë, do të thënë, jetova në Fier. Nga brigata e Semanit kalova në brigatën e Cakranit, shefi shtabit brigatës, dhe mandej më doli e drejta për të vazhduar studimet në Akademinë e Lartë të Shtabit Përgjithshëm. Përse duheshin këto studimet të tjera? Atje ku kalonte çdo oficer i karrierës. Sepse pa kryer këtë akademi nuk mund të merrje detyra në nivelet të larta të drejtimit. Pra rolin e drejtimit. Pra ishte një kualifikim që e kalonin pothuajse një pjesë e mirë oficerave që ngjiteshin në piramidën e drejtimit të strukturës ushtarake. Po. Menjëherë mbas përfundimit të Akademisë Mbrojtjes, u emërova komandanti i Shullit Sazanit. Ishte një sfidë për mua, sepse edhe i ri në moshën 33 vjeçare, nuk ishte pak për potencialin dhe peshën që kishte kjo njësi ushtarake. Ishte i vetmi ishull që kishte Republika dhe Sazani njifesh edhe në konceptin e krenarisë, të ekzistencës dhe të shumë vlerave të tjera. Pra, këtë barë e mbajta për 6 vjetë dhe kam qenë i fundit komandanti i Shullit Sazanit, për shkak se deri në korrik të vitit 92, kur filloi reforma e parë në strukturën e forcave të armatosura sipas qeverisë parë demokratike të Republikës Shqipërisë, ne u liruam nga funksioni dhe morëm detyra të tjera. Ndoshta kjo ishte rruga e reformës, e ndryshimit, por gjithsesi
pa e humbur atë të drejtën për të ushtruar profesionin edhe në vitet e demokracisë. Pra, zoti Suleman, ju vazhduat edhe pas reformës së parë, tashmë të Shqipërisë pluraliste në vitin 1992, vazhduat jeni efektiv në forcat armatosura, pra? Kam shërbyer deri në marsin e vitit 1994 në detyrat ndryshme në Vlorë dhe mandej kam pas një shkëputje. Ngjarjet e 97 si kam kaluar si oficer në rezervë në qytetin e Vlorës, sigurisht pash një gjendje kaotike, unë ndjeva shumë keq që shteti ra, dhe ndodhen ngjarje, do thënë, deri ekstreme tragjike, por që një situatë që e ka përzyen duke ruajtur të paktën atë gjendjen psikologjike njerëzore, duke u përballur me një dhimbje të madhe që përjetonte qyteti dhe gjithë Shqipëria. Mbas stabilizimit të ngjarjeve të 97-s, për të respektuar, si thuash, të ardhmen e fëmijëve, jam zhvendosur në Tiranë dhe për arsye të tjera, dhe në 97-ën jam rikthyer në strukturën e forcave të armatosura, fillimisht me gradën nën kolonel dhe më pas me gradën kolonel, duke marrë detyrën e shefit shtabit dhe më pas të komandantit divizionit Tiranës. Divizioni Tiranës ishte divizioni më i madh i Republikës. Kuptohet që ishte edhe aty një përgjegjësi e madhe në karrierë, dhe kjo përkoi me ngjarjet e dhimbshme që pësoi populli i Kosovës ndaj, do thënë, përballë agresionit të Serbisë, dhe që e detyroi gjithë ushtrinë shqiptare që të merrte masat e veta për të qenë e pranishme në kufit verior për të përballuar çdo situatë, do thënë, të mundshme. Fakti që në këtë periudhë drejtova manovrën operative strategjike të divizionit duke çuar në vijën e kufirit, në zonën e mbrojtjes divizionit Kuksit, pra u bëm 2 divizione bashkë plus reparte tjera të rezervës komandës përgjithshme. Kemi qenë të pranishëm aty derisa përsollëm edhe trupat gjermane që hynë të NATO-s që hynë në Prizren, pra deri në përfundimin e luftës. Dhe mbas kësaj u rikthyem gjithmonë duke pasur mbi vete dhe brenda, do të thënë, vetdijes tonë gjithçka që ndodhi në këtë periudhë shumë të vështirë. Kam qenë dëshmitar okular i shumë ngjarjeve, deri dhe ngjarjeve ekstreme dhe luftarake. Dhe kjo përvojë sigurisht ishte një gjë e mirë për mua, sepse u ndodha afër erës barutit, luftës, do të thënë shpërnguljes masive, pritjes së njerëzve që të traumatizuar që vinin nga Matan Kufirit, e tjera e tjera. Një ngjarje që u ka përzyer me sukses dhe ja ku jemi sot për Kosovën tonë. Mandej, në vitin 2000 u shkrim divizionet dhe ushtria shqiptare kaloi në një strukturë tjetër sipas modelit të strukturës së NATO-s. Pra filluan të vepronin në standardet dhe stanaget e NATO-s dhe sigurisht struktura e ushtrisë shqiptare do të të kurrësh dhe do të fillonte me pionerën e parë të strukturës sipas modelit NATO-s, brigadën e reagimit shpejt. U paracaktova që të isha komandanti i kësaj brigade dhe kam punuar mjaft ngushtë për 2 muaj me general majorin Kostaq Karoli, sot është i ndjer, dhe krijuam, si thuash, të drejtën e strukturës, organikës, të përzgjedhjes oficerave nga e gjithë, do të thënë, struktura ushtarake, dhe njëkohësisht të përcaktimit të zonës përhapjes së kësaj brigade. Në atë rast, pata një, si thuash, luhatje, sepse 3 ditë përpara se sa të dilte vendimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare për funksionimin e kësaj brigade, më zbritën në detyrën e shefit shtabit. Dhe komandanti era dikush tjetër, po nuk ishte ky problem. Sepse në fundit ne oficerët jemi në karrierë, japim kontributet tona dhe presim që të marrim atë shpërblim që duhet na jap shteti dhe shoqëria për çka bëjmë. Megjithatë, aty u përballëm me shumë ekipe të huaja, përfshi amerikan, italian, grek, francez, kinez, pra erdhën shumë përfaqësues të ushtrive të ndryshme, të vendeve të ndryshme, po sigurisht kryesisht ata që ishin antar të NATO-s,
dhe i dham brigatës atë natyrë që vërtet ajo u bë, si thua, struktura e parë, si pas standardeve të NATO-s. Kjo për mua ishte një gjë shumë e mirë, po dhe një përvojë e mirë, dhe mbas largimit nga brigata e reagimit shpejt, kam punuar në Akademinë e Shtabit Përgjithshëm si përgjegjës për punën shkencore dhe marrëdhëniet me publikun. Është një moment që këtu e kam mbyllur, si thua, karrierën time. Pra keni dalë në pension në këtë gradë, apo në këtë post? Në këtë post dhe në gradën kolonel. Në kohën e luftës Kosovë kam pasur një stres, si thuash, dhe një vendim që ndoshta shumë kush mund ta quajë dhe politika kërkonte që të më çonte në një detyrë tjetër, nga komandanti i divizionit Tiranës diku tjetër, dhe të merja gradin general dhe të ushtroja, si thuash, funksionin tim, një përgjegjësi që për arsye politike nuk e pranova, e sigurisht kjo është, do të thënë, gjithkush mund ta analizojë në konceptin dhe në këndvështrimin e vet, po për mua, për mos të futur në ato kërkesat që politika i ka nga njëherë dhe kundër, e kupton, interesave apo pra të zgjodhet integritetin tuaj, mendimit ushtarak apo doktrinës ushtarake, unë qëndrova kokfort, si thua, deri në fund dhe nuk e pranova këtë. Ajo ishte një gradë e merituar, por e pa zbatuar për shkak të qëndrimit që unë mbajta. Nuk jam që të gjykoj tani që pse e bëra, si e bëra, kysh e bëra, sepse çdo oficer i karrierës ushtarake që fillon karrierën e vet, gjithmonë ideja dhe mendimi i qëndron që të arrit kapi gradën e generalit. Dhe shumë kush sot më drejtohet general, nuk ka të bëj kjo me faktin se si. Por, është një çështje që është brenda vetdijes time dhe unë i kam dhënë të drejtën vetes që t'jem i qetë për atë vendim që mora atëherë dhe koha më dha të drejtë. Koha më dha të drejtë. A ju doni të ishit ai që jeni, apo jo? Ai që jam. Mbas daljes nga struktura e forcave të armata. Çfarë viti është daton daljes në pension? Është viti 2004. 2004. Pra 1976, 2004. 2004. Mbas daljes në pension kuptohet që duke qenë ushtarak, duke pasur një betim përballë shtetit, dheut, kombit, ju nënshtrova, si thua, veprimtarisë patriotike, sepse çështja shqiptare është një çështje që meriton vëmendje qoftë brenda shtetit tam, po dhe trevave të cilat janë jashtë shtetit tam, dhe për të cilat ndodhi dhe lëvizja në Kosovë, dalja e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe u arrit që të fitohesh liria dhe pavarësia e shtetit Kosovës. Kontributet janë të jashtëzakonshme, nuk kemi punuar dhe jemi marrë për të marrë tituj, grada e dekorata, jo, sepse mirënjohjen le ta di jeta, le ta di kombi, le ta din ata njerëz ku ne kemi punuar dhe bashkëvepruar, gjithmonë me idenë për të shërbyer sigurisë kombëtare. Kjo rast pas rasti më detyroi që të përfshisha edhe në analizën e shtypit të ditës. Unë kam punuar një kohë gjatë në gazetën Sot, në gazetën Ballkan, kam mbi 300 artikuj, do të thënë komente, analiza, intervista të publikuara në mediat shqiptare, në të përditshme dhe mediave shqiptare, dhe dalje televizive, vizive që sipas nevojës dhe kërkesës. Por gjithmonë kam pasur parasysh atë për të qenë kudo vetvetja, për të qenë një studius, një analist dhe një njeri në qëndrimet korrekte gjithmonë në raport me të vërtetën. Pra duke mos bërë kompromise të kësaj natyre, sot arritaj që të jem në nivelin e një studiusi dhe të kem në duart e mia një pasuri time e cila është shpirtërore, është morale, po dhe një kontribut që i takon shoqërisë. Zoti Suleman, tani të kalojmë ndoshta në pjesën e dytë, besoj keni zauruar pak a shumë, nga një ushtarak i lartë, drejtuesi i bazës Sazanit, një drejtues tjetër në Shqipërinë pluraliste në ushtrisë shqiptare. Mund të shtoj diçka për jetën. Prapë gjithmonë tek Sazani dhe për Sazanin ka gjëra të reja që ende mbeten të pathëna. Po. Dhe unë realisht nuk i kam thënë të gjitha.
sepse Sazani sot është bërë objekti një veprimtarie që futet në konceptin e karakterin e biznesit dhe me idenë e zgjerimit të turizmit, por gjiri i Vlorës i vlerësuar që nga kohët e lashta dhe deri në ditën e sotme mbetet gjiri i Vlorës. Sikur natyra dhe Zoti e ka bërë me dorë për të qenë i tillë, për të qenë porta e Adriatikut dhe dominimi balkoni mes dheut. Dhe ne dim fort mirë që se çfarë problemi ka hapur baza e Pashalimanit dhe Sazanit në kohën e marrëdhënieve me Ish-Bashkimin Sovjetik. Por e dim dhe se çfarë roli ka luajtur gjiri i Vlorës, bazat ushtarake, gjatë gjithë kohës për të mbrojtur kufi detar perëndimor të shtetit shqiptar. Pra, ka qenë vija e mbrojtjes perëndimore e kombit shqiptar. Dhe ishulli Sazanit ka pasur vendin dhe rolin e vet. Si një pulbard gjigande në mes të detit, duke i bërë, si thuash, kashillëk vështrim, kalas lash të kaninës, ajo ka pasur dhe anën, si thuash, shpirtërore dhe morale, një inspirim edhe për vetë popullin e zonës, po dhe për gjithë ata ushtarak dhe familje ushtarakësh që dhanë jetën e tyre për të shërbyer në ishullin e Sazanit. Zoti Sulejman, pikërisht për jetën tuaj në Sazan, mbani mend dhe momente të vështira, alarme kombëtare që ju jepeshin, ose diçka të tillë që vlen për të përmendur? Sigurisht ishte një, duke qenë kanali Otranto, ose një port kalimi për shumë e shumë. Dhe kjo ishte mbikëqyrse aty kanal. Shumë e shumë anije, domethënë, të ushtrive të perëndimore, po dhe ruse. Rastet të shkeljes ujrave territoriale. Këto ishin rastet më flagrante. Dhe kalimi në gatishmëri nuk diskutohet sepse atje gatishmëria ishte e përhershme. Dhe këtu vlen që të falenderohen publikisht të gjithë ata breza ushtarësh e theksoj, që kryen shërbimin e tyre ushtarak në Sazan. Ata ishin heronj pagoj, heronj të heshtur, që mbani nivelin më të lartë të gatishmërisë në shkallë ushtrie. Çdo orë, çdo moment. Me sekonda, me minuta. Dhe në çdo kohë në Sazan, 1/3 e personelit aktiv ishte në shërbim roje, në gatishmëri të përhershme, me armë, në dorë, me municione, me tjera, në poste të ndryshme luftarake. Po them 1/3 e personelit aktiv të shërbimit. Por Sazani kishte edhe problemet e veta të anës sociale, sepse aty jetonin rreth 156 familje, po kishte rreth 80-90 fëmijë në çdo kohë, funksiononte qerdhja, kopshti, shkolla, ishte një qytet, pra. Arsimi 8 vjeçar. Pra Sazani konsiderohesh si një shtet brenda shtetit. Dhe kujdesi i shtetit gjithmonë ishte parsor për këta njerëz. Është një si thua nxitje e parë që në Sazan, duke i kushtuar rreth 40% të kohës punës time, pikërisht jetës së njerëzve, kujdesit për ta, duke qenë në marrëdhënie dhe në kontakt të përditshëm me mjaft njerëz të gjitha niveleve deri te fëmijët, ishte ajo nxitja e parë që, si thua, ju orientova për të kryer studimet e mia krahas profesionit ushtarakut dhe në fushën e psikologjisë. Fakti që mbas largimit nga Sazani dhe fillimit të aktivitetit përsëri në strukturën ushtarake, në vitin 99 unë mbrojta gradën shkencore, doktor i shkencave në psikologjinë e përgjithshme në Universitetin e Tiranës. Ishte rasti i parë që unë orientova në punën time, do të thënë, studimore. Zoti Sulejman, dal nga dal, kemi arritur dhe në minutat e pjesës së dytë të emisionit që jemi së bashku, po jepni një intervistë ekskluzive për jetën tuaj, si ushtarak dhe si drejtues i lartë i ushtrisë shqiptare si në kohën e monizmit, por edhe në pluralizëm, ndërsa në pjesën e dytë zgjodhëm një kuriozitet më shtyu, teksa bisedonim jeni prezantuar së bashku, që ju thashë ç'ne ju një ushtarak i lartë merrni dhe me studime psikologjike, me çështjen kombëtare dhe me gjeopolitikën botërore. Si u lindi kjo ide dhe kush janë kontributet tuaja të finalizuar tashmë me këto libra, por jo vetëm këto, keni dhe të tjerë të botuara? Si që u përmenda pak më përpara, piknisja u bë, do thënë,
përvoja e jetës dhe marrëdhëniet me njerëzit. Dhe botimi i parë, që është dhe baza e gradës shkencore, është hapësira social-psikologjike në forcat e armatosura. E ke fjalën vitin 1999? 99. Pra, kjo ju përkushtua, si thuash, fushës së psikologjisë ushtarake. Dhe sigurisht kisha nevojë që të përsosja shumë metodologjinë studimore shkencore. Dhe hapi parë është hapi parë, gjithmonë ka një piknisje, e cila më nxiti dhe për, do thënë, dhe duke qenë në strukturën e forcave të armatosura, nuk lash jashtë vëmendjes gjithë ndikimin psikologjik që po reflektohesh tek trupa aktive e ushtrisë në ndryshimin që po pësonte drejt strukturës NATO-s. Kjo më orientoi që të nxirja botimin e dytë, do thënë psikologjia e ndryshimit në forcat e armatosura. Përsëri psikologjia në fushën ushtarake. Dhe ishte nder për mua atëherë që vlerësimin e atij libri e bëri ish ministri i mbrojtjes i asaj kohe, Indjeri Zabit Brokaj. Bëri një vlerësim shumë të mirë për librin. Libri ishte i një niveli, do të thënë, shkencor, studimor, që mund si thuash, paraqitesh përsëri për një doktoratur tjetër, një material voluminoz, i shoqëruar me statistika, me refleksione historike, por dhe me gjendjen aktuale se si po evolonte struktura ushtarake në pikpamje psikologjike, qoftë për trupin e oficerëve, po dhe të ushtarëve profesionistë që kishin filluar të funksiononin në strukturën ushtarake. Pra, ishte edhe ky një kontribut i dytë. Më pas, kam vijuar me botime të tjera, të cilat në fushën e psikologjisë dhe të edukimit qytetar vinë deri në ditët e sotme. Pra ju keni avancuar përveç të psikologjisë në jetën ushtarake, keni studiuar dhe në jetën civile, apo jo? Sigurisht, në fushën e psikologjisë janë 7 botime, që janë dhe të psikologjisë përgjithshme dhe të psikologjisë ushtarake edhe në fushën e edukimit qytetar. 7 botime, unë them se nuk janë pak, por dhe nuk janë shumë, sepse gjithmonë, si thuash, psikologjia është një shkencë pa anë e pa fund, dhe për herë ajo do të jetë e pranishme duke studiuar dhe eksploruar të gjitha fenomenet sociale dhe psikologjike që i ndodhin shoqërisë në epokat caktuara. Dhe ne dihet që edhe sot kemi hyrë në një epokë të re digjitale dhe të inteligjencë artificiale, ku më nxiti që të nxirja botimin e fundit metoda psikopedagogjike. Është ky libër, profesor, apo? Po, ky libër është, nuk do të flas për brendinë e librit, sepse është i vitit 2025, i këtij viti. 2025. Pra ngjarjet janë, do të thënë, deri në shtatorin e këtij viti, jo vetëm për këtë libër, po edhe për librin paralel në gjurmët e etikës globale. Pra, përveç se fushës së psikologjisë, kam nxjerrë dhe botime që kanë qenë si rezultati aktivitetit dhe pjesëmarrjes dhe në lëvizjen kombëtare. Po, pikërisht cilat janë këto libra në kontributit kombëtar? Në kontributi kombëtar ka një reflektim për ngjarjet e luftës në Kosovë. Po. Ku janë 2 vëllime të titulluar Psikologjia e luftës kundër luftës. Një është dysh, dhe i përkushtohen gjithmonë reflektimeve, problemeve, fenomeneve që do thënë u shfaqën në kohën e luftës në Kosovë, gjithmonë mbi strukturat ushtarake. Duke patë parasysh edhe ngjarje të karakterit, do thënë real, ku unë kam qenë dhe vetë dëshmitar okular, por edhe të fushës analizës për të nxjerrë probleme në shërbim gjithmonë të përsosjes së mendimit ushtarak, të doktrinës ushtarake, deri pse jo dhe të politikave të mbrojtjes. Pra, është një vepër që është shpërndar në të gjithë trevat shqiptare. Po, zoti Suleman, një kontribut të vyer jepni ju edhe për çështjen Çame, apo jo? Dhe keni finalizuar në botime. Sigurisht janë 2 botime për çështjen Çame. Unë ju përkushtova asaj çështje sepse ajo është një plagë e hapur në trupin e kombit shqiptar. Është një çështje që akoma kullon gjak nga ai gjenocid dhe masakër që ndodhin mbi një popullsi të pafajshme për arsye të ndryshme të gjeopolitikës kohës.
dhe është një këndvështrim politiko-historik. Mënyra se si unë e kam trajtuar, më jep të drejtën që të kem një lloj, si thua, më vetësie në personalizimin në trajtimin e çështjes Çame. E para është çamëria, rikthimi te lavdia e etërve të dikurshëm, dhe e dyta është këndvështrimi i çështjes Çame në konceptin e sigurisë kombëtare. Pra duke parë në një këndvështrim më të gjerë. Sigurisht për çështjen Çame kam drejtuar dhe një master shkencor të një studente në Prishtinë, që jam mbrojtje i shkëlqyeshëm, dhe këto njohuri nuk janë lënë vetëm thjesht për dy botime, por të një kontributi dhe të një marrëdhënie shumë të fuqishme me shoqatën patriotike adhetare Çamëria, kur ajo ishte vërtet në fuqinë e saj dhe në ndikimin e saj më të madh, derisa arriti që të fuste në Parlamentin e Shqipërisë dhe rezolutën për çështjen Çame, e cila u tradhtua, nuk u miratua, dhe krijoi atë incident të popullsisë Çame me shtetin dhe pushtetin. Pra, ky kontribut dhe bashkëveprimi ka pasur dhe një arsye të thellë morale, do të thënë brenda vetdijes time, sepse unë në qytetin e Vlorës gjysmat e shokëve dhe të shoqeve në arsimimin 8 vjeçar, po dhe në fëmijënin time i kam pas Çam. Dhe kam kuptuar shumë nga tregimet e gjyshërve të tyre, të baballarëve, të nënave, që kishin jetuar dhe ishin përzënë nga Çamëria, pra ishin dëshmimtar okular të genocidit, dhe më mbeti në vetdije sa që arrita të përvesoj dhe dialektin Çam. Dhe kjo ishte diçka, do të thënë, shumë e bukur. Dhe kjo ndjesi që buronte që nga fëminia më detyroi që edhe të orientosha në këto dy studime. Pastaj ka studime të tjera, botime të tjera, jo kombi shqiptar në Utkryq, çështja kombëtare në filozofinë e strategjisë sigurisë në filozofinë e bashkimit kombëtar. Pra, janë studime dhe botime rast pas rasti të cilat janë kontribute që janë shpërndarë gjithandej në trevat shqiptare. Po, zoti Sulejman, më falni që ju ndërpreva, ju lutem, por ta mbyllim emisionin që ju shpesh jeni dhe kontributori madh në media të ndryshme shqiptare, televizive, por jo vetëm, si një person që njihni shumë gjeopolitikën botërore. Apo mos ju jek shkak kjo edhe qenia e një drejtuesi të lartë ushtarak, apo ju hulumtoni çdo ditë dhe studioni. Pra, na flisni për këtë anë tjetër të kontributit tuaj. Ndoshta duke u prezantuar gjithmonë si ushtarak, ndoshta njerëzit mendojnë që mjafton që është në fushën e sigurisë dhe që jep, por nuk mund të dali dhe jo, është e gabuar, sepse ushtarakët në përgjithësi janë të vetmit që në Akademinë e Mbrojtjes kanë përvetësuar lëndën e strategjisë ushtarake. Po të shikojmë për shembull, kemi shumë përfaqësues të familjeve monarkike që nuk janë as mjek, as inxhinier, por të vetme gjë që bëjnë që arsimohen dhe që marrin grada, kalojnë në akademitë ushtarake dhe trajtojnë strategjinë ushtarake. Sepse strategjia është baza filozofike, baza shkencore, që përmbledh dhe ka brenda të gjitha dimensionet e të gjithë zhvillimeve botërore e jetës së njeriut. Pra, edhe këtu dimensioni është i gjerë dhe kjo ma ka dhënë të drejtën që t'i shikoj problemet mi bazën e koncepteve, parimeve dhe koncepteve strategjike, të shikoj edhe në pikpamje të shtrirjes politikave, të marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe këtë nuk e kam pasur për të shpërndarë më shumë në çështje të rajonale dhe globale, por duke mos harruar gjithmonë që reflektimet e kësaj geopolitike, të këtyre marrëdhënieve, të geostrategjisë, krizat, problemet njërën tjetër, të gjitha këto si kanë reflektuar dhe vazhdojnë të ndikojnë mbi mjedisin shqiptar, sepse në fundit në qoftë se bëjmë një studim, ju i lidhni të gjitha dhe me zhvillimet në Shqipëri. Japim disa rekomandime apo kërkojmë që të kontribojmë në përmirësimin e jetës social-politike të vendit tonë dhe të shteteve tona, nuk ka kuptim në qoftë se nuk i referohemi mjedisit shqiptar, se si pasojat e gjithë marrëdhënieve ndërkombëtare apo të ngjarjeve me karakter global bien mbi kombin ton, bien mbi popullin ton, bien mbi shtetet tona.
Kjo duhet na interesoj, sepse ne nuk jemi komb aq i madh dhe një shtet aq i madh sa që të merremi gjërësisht me problemet kontinentale dhe globale. Por në fundit për veten tonë duhet të dimë të realizojmë një politikë dhe një diplomaci elastike që të mos futemi midis të mëdhenjve dhe të fundit në dobi të kombit apo të psojmë përplasjen e tyre, por të ruajmë gjithmonë mbrojtjen e interesave tona kombëtare. Për këtë çështje unë kam bërë dhe 2 botime të tjera që janë mbi strategjinë kombëtare. Botimi i parë mbi strategjinë kombëtare dhe botimi i dytë edhe një herë mbi strategjinë kombëtare, i cili është një libër i koncentruar që mund të marrë formën e një libri të bardhë, ku baza kryesore është përcaktimi i interesave kombëtare të popullit dhe të kombit shqiptar. Unë e di fort mirë dhe nga konsulencat e gjëra që kanë bërë me shumë shok personalitetet akademike, e kupton, veprimtar, e dim fort mirë që strategjinë kombëtare nuk mund ta formulojë një njeri. Ajo është një vepër dhe kontribut i institucioneve të shtetit shqiptar, ku baza duhet jetë akademizmi, akademitë e shkencave, akademitë alternative, pse jo dhe institucionet e tjera që merren kryesisht me çështjet e sigurisë. Por është një si thuash element i munguar në jetën shqiptare. Nuk ka ku të vej më keq se sa ne shqiptarët që jemi rast unikal në Europë dhe në botë, që kudo ne kufizohemi me popullsinë tonë. Pra kufit janë shqiptar. Kur ne kemi një problem të tillë, si mundet e kanë kombe të tjerë, shtetet të tjerë që janë konsoliduar dhe kanë rritur standardin e performancës tyre rajonale dhe ndërkombëtare, dhe nuk e bëjmë në shqiptarët që jemi në një problem të tillë. Pra, ideja është që është hedhur një hap, është si thua prekur problemi, dhe ata që duhet të dëgjojnë, duhet ta marrin dhe të fillojnë ta ndërtojnë këtë strategji kombëtare. Unë shpesh një gojën e politikanëve të ndryshëm, të veprimtarëve të ndryshëm, po dhe të akademikëve, profesorëve, të analistëve, dëgjoj që në të gjitha debatet televizive tjera, shpesh tonë na mungon strategjia kombëtare, po hajta bëjmë, sepse i bëjmë një shërbim shumë të çmuar kombit shqiptar. Ne na mungon qendra e drejtimit strategjik, ku të urtët e kombit duhet të mblidhen dhe të jenë ata që me të drejtë kushtetuese përballë parlamentit të Shqipërisë të orientojnë dhe të japin vizionin politikës dhe diplomacisë shqiptare, po dhe në fushat e drejtimeve të tjera, veçanërisht në zhvillimin ekonomik të vendit, për të shfrytzuar në mënyrë të dobishme gjithë të pasuritë të madhe, e kupton, mbi dhe nën toksore që na ka falur natyra. Pra, edhe këto 2 botime kanë dhënë atë, si thua, ndikimin e vet, por unë jam i bindur që do të vi koha që ndoshta, edhe pse sot nuk ka vesh që të dëgjojnë për këtë çështje, ndoshta gjenerata, e kupton, do t'i referohet edhe këtij problemi. Do sensibilizohet. Pra, gjithë kjo punë studimore është orientuar dhe në analizën e ngjarjeve globale. Unë së fundi kam nxjerrë një botim që edhe ai i ka ngjarje deri në shtator të këtij viti në gjurmët e etikës globale. Është pak interesante, do të thënë... Pra, është ky libër, po, është ky. Është pak interesant titulli, sepse botimet në shkallë globale për etikën globale janë të rrallë, ky mund të jetë libri 4 apo i 5, kam shfrytzuar një, do të thënë, gamë të gjerë të studimeve të autorëve të huaj, që janë majat e diplomacisë botërore, qoftë të Kizingerit, apo të Gjergjinskit, apo të perëndimor dhe lindor, pra duke studiuar shumë botime, deklarime, qëndrime tjera mbi marrëdhëniet ndërkombëtare, sigurisht jam drejtuar dhe etikës globale. Pse? Sepse është një doktrinë që ecën paralelisht me globalizmin. Unë brëm fola dhe në një televizion tjetër për këto 2 botimet e fundit, nuk do ta los dëgjuesin tuaj për përmbajtjen e librit, por çështja është që brenda këtyre analizave, brenda këtyre koncepteve, brenda këtyre doktrinave që janë përfshirë brenda këtij botimi, ne duhet të shikojmë gjithmonë, i kthejmë problemit, të shikojmë, do thonë, jetën shqiptare, se si ne përballojmë, se në thelb të trajtimit për shembull është lufta në Ukrainë, po është situata e nxehtë në lindjen e mesme dhe në Afrikë.
po situata e nxehtë që ka filluar në Amerikën Latine. Në Venezuela, po. Kemi shumë vatra të nxehta në glob që për shkak të qëndrimeve lindje perëndim dhe të vijës së ndarjes që është krijuar, japin ndikimet të drejt për drejta veçanërisht në radhë parë në ekonomi e vendeve. Ne jemi një shtet me një ekonomi të brishtë dhe duhet të shikojmë mirë se si këto pasoja vinë me ekonominë shqiptare. Atëre, zoti Sulejman Abazi, nuk më mbetet gjë tjetër vetë se t'ju falenderoj sinqerisht për këtë intervistë ekskluzive që dhe për mua dhe të shpreh mendimin tim që pata një privilegj të madh mundove këtu me mua, që dhe këtë intervistë kaq të sinqertë dhe kuptova që je njeri me shumë virtyte, por për mua do të vë si virtytin më madhor që keni ju, modestin. Faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve dhe unë me shpirt nga zemra ju uroj suksese në misionin tuaj kaq fisnik të komunikimit me mjedisin shqiptar. Faleminderit. Faleminderit.